Shkruan Çun Lajçi. Një kafe pas gripit, për 5 ditë su qova prej shtratit, gati u bana me mvajtue si Gjergje Lezalin, por me që spati kush me mi ofshu e dhimbjet, ish dërgova fort qingët e barkut dhe brofa në kam, dola me marr lajme aty ku pijet kafja e digje duhani, aty ku shteti shpjegohet ma lehtë se moti, afrimi i stublës, gjylit, me erdhje më kapi për gryke, aq fort më shkundulloj sa pata frikë se përzohem, çka ke i thash, më jep myhlet të ulem pak, se në ma more frymën, 5 ditë rat jam kanë, s'di as kush ka vdek as kush ka lind në Dardani, 51% fitoj babloku tha, bile edhe diçka më shumë, deshta me ta urua edhe ty, se i ke dhanë zjarën 5 vjet pa u ndal, më theshin shpatullat si me mi pas ngarkue shekujt mbi shpinë, kolli ma preu fjalën në gjys, i dha shenjë me dorë të më linte vetëm, e kuptoi dhe u larguet e tavolina tjetër, 2 herë rufita kafen, të tretën e derdha më në shkronja, se fjala kur s'del në letër të përvëlon mrena, Albin shkrova, para se më ushtrin 2 shek ta urova 50%, se mu duk ma shumë se boll, tash po më thoni pas ke ngujua ndërbrime 51 e kusur, dëgjoj plakun, thuaju të mos vazhdoj me numrime se jam ligsht, nga shneta e s'po muj me të urue sa herë po i kalon përqindjet. Zhdërgoj qingët, djaloshi burgjeve dhe bane qeverin, jo me u gëzue por me u randue, se pushteti është barë jo lodër, ngutu se po du me dek pa e pa Dardanin e andrave tua, atë që s'flet shumë e punon në heshtje, se të baj ben përëndi, qysh po piskatin gazetarët në televizione, po ty të hynte aty Isa Begu, krejt këta që po shkumojnë prej inati, kishin me i thane edhe ati. Erdhi ky munafiku i boletinit, ky kumara i Knjaz Nikolës, ky katunari me opinga lëkure që shkojnë Londër e i tha lordit, zgudzon kush armët me mi hek, dil për jashta e mos rej more se lak. Albin, trimnia i bezdis ata që jetojnë mirë pa të, e durimi i frikson ata që se kanë, por mos haro, fitoret e mëdha se janë për me u festu e gjatë, janë për me u mbajt si jethe, se pushteti është si grip i rand, po se kalove me mend, ti lë mu shkrit keq për tan jetën, s'di pse ajri sot mu duk ma i pastër se fjalët, dhe për herë të parë mbas 5 ditësh, fryma mu duk ma e lehtë se shpresa, ndoshta prej urimeve të shumta.